Qarja e tokës në Likov nuk ka të ndalur. Pjesa shkëmbore që rrëshqet në hyrje të fshatit ka ngritur alarmin e evakuimit të disa shtëpive. Pamje apokaliptike nga hapja e tokës me disa metra të thella e të gjëra shqetësojnë çdo ditë banorët e zonës. Në rrezik është edhe rruga regionale. Ka më shumë se 2 muaj nga rrëshqitja e masivit shkëmbor, ku në hyrje të fshatit Likov mbeten të evakuara 2 shtëpit dhe familjarët ndjehen në rrezik për të kthyer në shtëpitë e tyre, pasi që shqarja e tokës vazhdon të zgjerohet nga hyrja e fshatit dhe nga komuna, përveç vendosjes së shiritave të inspektoratit ndërtimor, kanë informuar edhe instancat qendrore, por asnjë prej tyre nuk ka marrë masa që të hiqet ky masiv dheu këtu në Likov. Më të rrezikuar janë familja Shukriu, të cilët tani me 2 muaj kanë braktisur shtëpit. Kryefamiljari bën thirrje që urgjentisht të intervenohet me gërryrjen e kodrës, që mos të vijë deri tek fatkeqësia me pasoja në njerëz. Jemi në rrezik. Gjithë fshati, edhe unë përgjithësi, i kam lëshuar batonin, kam dalë me të mysafir, të nipet e dajt, gjithë kund. Dhe më apel që të shkupit, sa më shpejt do vina në ngjarje, se mujtet më ndodhe ma problemi më i madh. Mujtet me rrshit toka, edhe të dhenë udhën kryesore, po ma në shkup. Ka udhë e vjetër. Nuk ka bon vakim rrshit këtë vend. E imi detyru që të rregoj të shtëpijës. Me dhe fëmijët, me kafshë shtëpiake dhe gjithë. Ka komuna e Likovës thonë se janë kryer ekzaminimet nga Instituti Seizmologjik për të verifikuar llojin e shkëmbit dhe rreziqet eventuale nga ujërat nëntoksore, në mënyrë që të shkërmoqet e gjithë ajo kodrin. Ata thonë se kjo zonë nuk ka qenë paraparë për ndërtim, por që janë në pritje të një vendimi të qeverisë për ndërhyrje më të madhe me makineri. Për këtë komuna nuk ka mjete dhe duhet të hapet tender nga shteti për gërryrjen e gjithë kodrës. Komuna e Likovës i ka kryer të gjitha obligimet të cilët i kanë mbas ligjeve pozitive në fuqi, ku dhe janë përgatitur elaboratet e nevojshme, studimet e nevojshme nga institutet e ndryshme, të cilët janë relevante dhe kompetente, dhe me çka ne si komunë jemi drejtuar zyrtarisht deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pritmi përgjigje sa më të shpejtë. Po ashtu kemi dorëzuar edhe urgjencë deri në qeveri, se atje kemi njerëz të cilët nuk banojnë në shtëpitë e tyre dhe është rrezikshmërisë lartë dhe andaj kërkojmë që një ditë më herët të kemi përgjigje dhe të vazhdojmë procedurat e tjera administrative. Raporti i inspektimit të 2 dhjetorit të vitit të kaluar nga Enti Gjeologjik i shtetit tregon se është reaktivizuar pas shumë vitesh një pllakë fosile shkëmbore, me qarje me përmasa nga 20 cm deri në 1 metër të gjëra, nga rreth 4 deri në 5 metra të thella dhe rreth 100 deri në 150 metra të gjata. Raporti thotë se shkarja është ndihmuar nga rreshtet e fundit atmosferike duke rrezikuar stabilitetin e tokës. Enti Gjeologjik propozon për gërryrje në kaskada, hapjen e 3 vrimave gjeologjike në përcaktimin e llojit të shkëmbit dhe sasinë e saj, që ka rrëshqitur dhe të merren masa më urgjente për rehabilitimin dhe stabilizimin e saj.